Pas 13 vitesh ish kryeministri Sali Berisha ka shkuar në SPAK si dëshmitar për çështjen e 21 janarit, ku ka dëshmuar rreth 2 orë në prokurorinë e posaçme. Në fjalën e tij pas dëshmisë në SPAK, ai vendosi të bënte transparencë për gazetarët, ku u shpreh se 21 janari ishte protesta më e dhunshme me qëllim marrjen e pushtetit e organizuar nga Edi Rama. Fakt ky i konstatuar dhe nga partnerët ndërkombëtar. Ndaj sipas tij, kjo është arsye sepse në 14 vite Edi Rama nuk u thirr asnjëherë për këtë çështje. Autoritetet ndërkombëtare, Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar dhe rideklaruar se në 21 janar Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikërisht kjo deklarat është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë. Sali Berisha, i pyetur nëse foli në SPAK për organizatorët e protestës, u shpreh se kanë qenë zyrtarë të lartë amerikanë që kanë kërkuar që Edi Rama, si organizatori i kësaj proteste të dhunshme, të hetohej nga autoritetet. Edi Rama është kryeorganizatori, këtë nuk ka njëri tjetër që se din, dhe në fakt pikërisht kjo, se ka dhe njëherë një kërkesë të prerë të Qeverisë Shteteve të Bashkuara e shprehur nga deputy assistant secretary Thomas Countryman, i cili ka ardhur gjatë asaj periudhe 2 herë nga Washingtoni për këtë çështje. Dhe kërkesa e tij ka qenë e prerë në emër të Qeverisë amerikane që duhet hetohet nga polici thjesht tek organizatori kryesor. Referojnë mediave, por ky hetim nuk u bë sepse organizatori ishte Edi Rama. Ish kryeministri i vendit mohoi se ka pasur një urdhër për të qelluar me armë mbi protestuesit, teksa tha se garda operon vetëm mbi bazën e ligjit që është miratuar në parlament nga vetë socialistët. Garda ka një ligj, i cili ligj autorizon rojen të qellojë sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qellojë në ajër, kur ajo përsëritet, të qellojë te këmbët, kur ajo përsëritet, ta eliminojë rrezikun. Ky ligj është votuar nga Partia Socialiste, jo nga ne. Këtë i thot ligji çdo vendroje. Kjo ka qenë edhe përgjigjja juaj që s'ka pas urdhër është respektu ligji. Absolutisht asnjë urdhër. Dalja një audiopërgjimi pas 13 vitesh për urdhrin për të qelluar, sipas Sali Berishës, është një manipulim i qartë. Për një audio, ai urdhër është në mendjen tuaj dhe të atyre që trillojnë. Po, të flas për apo. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara. Një urdhër i dal pas 13 vitesh. Një alizot i dal pas 13 vitesh. Lideri i opozitës as sot nuk i kurseu akuzat ndaj kreut të SPAK Alti Dumani, që sipas tij fletëthirrjen e përdori vetëm për propagandë mediatike dhe politike. Pa marrë unë njoftimin ja u shpërndau mediave nëpërmjet zyrës të shtypit. Në një akt të shëmtuar, duke dëshmuar se institucioni i tij është institucion banal propagandë socialiste. Çfarë ka publiku ta marrë vesh para meje se unë jam thirrur për të pyetur për 21 janarin?